Muslimani dëshmon Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. La ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar tjetër pas Allahut. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Walillahi alhamd, dhe Allahu t'i takon falëndërimi. Pra, përderisa muslimani e dëshmon se Allahu është më i madhi dhe se s'ka të adhuruar tjetër pas tij, dhe se i gjithë hamdi, i gjithë falëndërimi takon atij, muslimani prej kurban për Allahun, muslimani fal namaz për Allahun, muslimani agjeron për Allahun, muslimani jep çdo gjë që ka për Allahun, sepse e din se çdo gjë që ka është nga Allahu. Allahu thot: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime, vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun, Zotin e botrave, i cili nuk ka ortak, i cili nuk ka shok,